kam kërkuar që të bëj më të mirën e mundshme për kombëtaren, për skuadrën. Kur kanë momente me lut kam lut, kur kanë momente mos me lut kam net pankin të dhënë një dorë tjetër skuadrës nga ana jashtë. Unë jam gati me zor pres që ti në fushë të them drejtën kjo puna minutazhit edhe më ka bërë me mungu shumë kjo pjesë e kombëtare sepse duke net atje me skuadrën pa lut pak mërzitje, po kur kam imagjinuar që do vi këtu të luaj një neshë play-offit për kombin tim, është një krenari e madhe, një mundësi e vetme që duhet ta shfrytëzoj maksimum. Përshëndetje Elci, Alban Hasani, RTS Sport, në fitoren 2-0 me Polonin, Hysa ka qenë më i vlerësuari, në mos gaboj ka qenë 7.7 nota. Së pari, çfarë i duhet Elceidit që të përsërisi të njëjtën ndeshje dhe nduk do doja një përgjigje diplomatike tek pyetja e dytë, sa do të ndihen mungesat e Manajt që ka qenë lider në ndeshjet e fundit, gjithashtu dhe Dagut. Po, ndeshja e Polonin që kena pas luajtur, me të vërtetë kanë një ndeshje shumë e bukur për gjithë ne, kemi luajtur shumë mirë gjithë si skuadër. Pastaj paraqitja ime është vazhdimësia e grupit, që ose ne luajmë mirë gjithë bashkë, besoj që edhe unë do luaj mirë. Po normal që si thash do mundohem të bëj më të mirën time për lojtarët që të shërbejmë lojtarët tonë përpara. Mungesat me vërtet janë trona sepse siç e dim gjithë Rej dhe Daku janë si për grupin si dhe lojtarët që na duan neve në ekip, ka treguar që kur janë ato në fushë kemi një nim më të madh për majtjen e topit, për sulmu, për të bërë gol. Po normal që unë jam edhe matë që gjithmonë duhet të kenë mundësi tjera noshta që ose të muajnë dy tjerë, do jenë dy tjerë gati si ato dy edhe noshta më mirë për të tregu veten sepse kjo është kombëtare. Kur muajnë disa tjerë duhet të jesh gati ti mbrapa tjetër që të tregosh veten që ja vlen që të thirrësh kombëtare sepse kombëtare është një gjë e madhe. Duhet të kenë respekt gjithë çunat që vinë kombëtare, dhe respekt edhe për ata që mungojnë sepse me të vërtetë janë mungesa trona. Po besoj që me ekipin që kemi dhe trajneri do të kenë i ka bazë zgjedhjet e mira dhe do na ndihmojnë. Përshëndetje Elci, Ernest Koçin nga Report Televizion. Ke përjetuar 2 evropian me kombëtaren dhe tashmë është mundësia për të shkuar në botror. A ndihet që është një ndeshje shumë speciale edhe te kombëtarët shqiptarë me çunat që ti ke folur deri tani dhe çfarë do të thotë për Elcin që Shqipëria të shkojë në botror? Kjo është një ëndër që kam që i vogël besoj që ti ku dhe më tash edhe më shumë se kur bën 2 europiane të mungon edhe një kapitull e jetës, karrierës futbollit që botnori, që është vetëm ajo që mund mungojnë mua për me arrit gjithçka kombëtare. Është një ëndër që ëndrat ka herë realizohen, ka herë nuk realizohen, por gjithmonë duhet besosh për të realizuar. Kështu që unë besimin e kam shumë të madh, si gjithë çunat ato janë gjithë me atë besim sepse shumica gjithë neve një mundësi kanë, nuk e diet pastaj që çfarë do të ndodhin kualifikime tjera. Këtë mundësi kemi tani, kemi një neshje teke, është shumë e vështirë, sepse nuk është si është një neshje ti thu, ok, po shkojmë, po luajmë, kena sigurt fitore. Ne shkojmë për fitore, po pastaj futbolli është i çuditshëm. Kishim luajtur te shtëpia jon, do ishte kanë edhe më mirë, po ja që duhet të ikim te shtëpia tjetër të luajmë. Po shpresoj që të jemi gati, gjithë gati jena sigurt se besoj se asnjë ka ardhur kombëtare për menimin që do ikum bëjmë neshje të shkojnë si shkojnë. E dim sigurt si vetëm një derë kena për të kaluar. Po s'kaluam nga ajo derë, do kthehena mbrapsht dhe do çajm pastaj ç'do bëjmë. Mirela Haxhi Almak për Sport. Po e llogarisim sikur Polonia është e kaluar, cilën nga kombëtarët ukrainë suedi do preferoni të kishit në fazën tjetër, në finalen e fundit? Inshallah kalojmë Poloninë herë, se pastaj kjo është edhe pjesa e dytë që është vërtet ke edhe neshje tjetër, ti po fitojmë Poloninë nuk mund të gëzohesh, as mund të bësh asgjë sepse ke neshje tjetër edhe më të rëndësishme se sa Polonia. Kjo duhet të jetë një gjë që ne duhet ta kemi, se këtë duhet bëjmë kombëtojmë ne lojtarëve që nuk është vetëm një neshje. Janë 2 neshje, po tani është neshja e rëndësishme. Pastaj do jetë neshja e jetës, sepse po kaluame, nëse don Zoti, nuk ka lodhje, nuk ka minutazh, nuk ka asgjë. Neshja e dytë, nëse ne kalojmë, do e bëjmë me zemër siç e kemi bërë gjitha neshjet tjera dhe do bëjmë krenar sa më shumë shqiptar. Faleminderit Hysaj, tani vazhdojmë me pyetjet për Qazim Laçin. Laçi, përshëndetje. Kjo është një ndeshje që më shumë se kur me shumë mundësi vendoset mes fush, edhe ndoshta do duhet që të vraponi edhe më shumë se ç'keni bër deri tani dhe mund të keni ndonjë detyrë për të markuar Zielinski, që është një nga yjet e skuadrës së Polonisë. A jeni gati ju dhe çfarë qasje mendoni që duhet të kemi? Duhet të presim apo mund të kemi agresiv që në fillim për t'u bërë qartë polakëve që kemi ardhur për të fituar? Përshëndetje.